Pastisjet antidrog në zonën e Teramos në Itali kanë vjuar prej disa ditësh, duke e quar në 9 numrin e personave të arrestuar, nga të cilët 8 janë shqiptarë. Aksioni kryhet nga karabinierë të njësisë hetuese të operacioneve, duke ekzekutuar urdhrat e arrestit të prokurorisë. Fillimisht u arrestuan 2 çifte shqiptarësh dhe më pas numri shkoi në 8 persona, nga të cilët 4 janë gra, o shqiptare, dhe i 9-ti është një italianë. Hetimi për trafikimin e drogës në zonën e Teramos filloi në vitin 2024, pas arrestimit të Roseto Deli Abruzzi, një trafikant lokal droge i gjetur në posedim të 1.2 kg kokainë dhe 40.000 eurove kesh. Nga ky rast doli në pa një sistem kompleks i trafikimit të drogës, që përfshinte qytetet kryesore përgjatë Bregdetit të Teramos. Rrjeti përbëhej nga 2 familje të lidhura shqiptare, të dedikuara për paketimin dhe shpërndarjen e drogës te një klientelë e madhe konsumatorësh, shumë prej të cilëve nuk dyshonin. Shitjet kryheshin përmes takimeve personale dhe kontakteve të drejtpërdrejta, shpesh në vende të nxehta të jetës së natës si Rosete Deli Abruzzi, Pineto, Tortoreto, Ancarano dhe Santomero. Gjatë hetimit, karabinierët dokumentuan 100 shitje kokaine dhe arrestuan një shtetas italian të lidhur me grupin, të cilit ju gjetën 800 gram kokainë. Kontrollet e mëvonshme çuan në sekuestrimin e një totali prej 300 gram drogë dhe 40.700 eurosh në para të gatshme, të fshehura në një fund të rrem të përdorur për t'u shmangur sigurisë, informon media italiane për detajet.